Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Ju përshëndes si çdo ditë nga kjo studio me të ftuarit e mi. Sot unë kam ftuar një poete. Një poete që ka librin e saj të parë me titull Sirtari i kujtimeve. Ajo është Artemisa Bajraktari. Mirëmëngjes Artemis, mirë se ke ardhur. Mirëmëngjesi, faleminderit për ftesën dhe urime për këtë emision të mrekullueshëm. Faleminderit. Në fakt, gjithmonë kur ftoj krijues të rinj, artistë të rinj, njerëz që kanë një impuls të brendshëm për të shpërthyer në çdo gjë që ata kanë brenda vetes dhe për të prodhuar gjëra të bukura, mesazhe pozitive, shumë jetësore. Është një kënaqësi e veçantë. E kur një promovim finalizon me sukses pikërisht këtë prodhim tuajin, natyrisht kënaqësia është më e madhe. S'ka shumë kohë që ti ke promovuar Sirtarin e kujtimeve. Ndjehesh kënaqur, e çliruar, pozitive me vetveten? Po, Sirtari i kujtimeve është arritja ime e parë, është një dëshirë e madhe që më ka shtypur për me shkruaj gjithmonë, edhe u finalizu me sukses, edhe arrita për me pas në dorë librin, unë edhe lexuesit e mi. Në fakt, libri që ti ke shkruar ka një numër të konsiderueshëm poezish, mbi 80. Të gjitha janë përjetimet tuaja apo janë edhe refleksione, akumulime së brendshme nga ngjarje, përjetime që ti ke patur nga përvojat tuaja apo të tjerëve? Si ka ndodhur në vargjet e këtij libri, në frymëzimin e tij? Atëherë, libri është i përbam me poezi edhe kam përmend më herët që është përmbledhje, për arsye se përmbledh momente. Është momente refleksionit personale, sigurisht, sepse njeriu niset më parë nga vetja, edhe përgjithësime. Ka domethënë momente, një diçka ose një ngjarje ose një person që mundi të bëjë frymëzim, dhe kam arrit për me reflektuar në një poezi komplet momentale, domethënë, se zakonisht krijimet e mia janë të përshkallëzume, domethënë nuk ka e filloj tani edhe vazhdoj më vonë. Fillon edhe kryen në atë moment. Kjo është. Në fakt, Sirtari i kujtimeve është një titull paksa intrigues që të shtyn të gërmosh në sirtarin tënd. Pikërisht te ky sirtar ti ke shkruar: O dritare bardh, mendjen time ke lënë të afrohet. Të shoh për te ideja çka po fshihet? Pashhan, ndrinte bukur në errësirë kur tan po flen. U ban dritë mendimeve të mia. M'sillen kujtimet kur sodita yjet nga këtu. Isha fëmijë, vetëm 11 vjeç. Ndër muj, ndër vite, ajo çka nuk ndryshoi as dëshira me u strehu në kujtime. Po. Atëherë, kjo poezi lidhet pikërisht edhe me titullin e librit, edhe kam dashur me bë lidhjen gjithashtu me fëminin. Mosha që unë kam përmend aty, 11 vjeç, është pikërisht fillimi, ose ajo caku ku unë e maj mend, domethënë, krijimet e rinj teme. Sigurisht kanë krijime vjersha shkollore, kanë krijime se, domethënë, natyrave të ndryshme, temave të ndryshme. Por që nuk mujsha me lënë sirtarin tem të kujtimeve, po thelbin e vet. Pra, po përmend fillimet e mia. Dritarja që aty kam përmend është pikërisht një CPM i preferum, dritare ku unë kam preferuar më ul aty afër, ver dimër, edhe atë qetësinë teme në atë botën teme kam fillu krijimet. Edhe tash mrapa, normalisht sa herë kthehem aty, më pëlqen më ul me qetësi, me vazhdu me shkru diçka. Është sikur një vend që njeriu gjen vetveten. Ndoshta në aparencë nuk është diçka e veçantë, por realisht për një krijues, ndoshta një dritare, një liçen përpara, një pamje në natyrë është tepër frymëzuese. Në fakt, ti përmende një moshë 11 vjeç. Po.
Ky libër, me qenë se na shtyn të gërmojmë në sirtaren e kujtimeve, çfarë koshtrirje të poezive ka? Për sa kohë është shkruar? Atëherë, përgjithsisht poezitë që janë të përfshimet e sirtari kujtimeve janë krijime nga pjesa e gjimnazit për të vazhduar mos në të shkolla e lartë. Unë nuk jam nalë realisht, ka akoma poezi tjera që nuk janë përfshirë te sirtari i kujtimeve se mas e do një përmbledhje tjetër, edhe shpresoj të jem gati prap me një votim të dytë, por që këtu kjo koshtrirje domethënë është nga mosha 17-18 vjeç diku, edhe deri tani domethënë janë krijime edhe të fundit, edhe gati edhe 2 muaj që është botu libri para se me dal në shitje. Si vendose ta botosh këtë libër, ti shkruve poezit, por nuk e di nëse e ke patur ëndër që të shkruash një libër ose disa libra, apo kjo të erdhi në një moment, si? Atëherë, kush e njeh Artemisën, e ka pa gjithmonë në një kompjuter, me një letër në dorë, me një blog, qoftë në një dalje me miq, në një kafe, në det, kudo, domethënë Artemisa ka pas gjithmonë një blog, një stilolaps. Edhe nëse do të flasim për vendimin, është diçka që unë e kam thënë gjithmonë, do të bëhet një ditë do mundohem me e vu vetin, të më thënë, me personalizu gjanët. Jo me u qujt poete, sepse normalisht nuk është synimi që është poete, por synimi që ti të kesh një krijim tëndin, edhe të njifesh për atë që ti ki banër vite. Do të falenderoj veçanërisht poeten, Regjina Kolnica Isterka, i Rekonin, sepse e përshëndesim Regjinën. Ajo ka kënë mbështetja jeme, ose të them personi që më dha atë forcën. Me njëherë sa mori vesh unë shkruj, tha ti duhet ta ushqesh shpirtin tanë me një libër, pra ti ke kriju këto gjana, mos i maj të fsheta. E vlerësaj shumë sepse aty gjeta kur ajo ndoshta ai vendimi, më thojza, edhe thash unë do t'i futem ta kryj këtë libër, edhe faleminderit Zotit, shkuën në gjana të mirë, libri u kry, edhe shpresoj gjithmonë që të kem një përgjigje tash nga lexuesit. Është fillimi, por ndërkohë që ti shkruaja, natyrisht këtë poezi ja tregoje vetes, por ke patur edhe të tjerë me të cilët ja ke shfaqur krijimet tuaja, je konsultuar mbase ke marrë ndonjë mendim ose ndonjë aprovim, si të kanë mbështetur në rrugën tënde të krijimtarisë? Po, atëherë i kam rilexu vetë, normalisht se mas çdo krijimit ke nevojë për me kuptu atë çka ke bë. Në moment kur jetu e kriju, nuk shef shumë anën teknike mbase ose se si e ke ndërtu poezin, por ndikohesh nga aja si një. Mrapa e rilexoj, kam gjithmonë nevojë që t'jeti personi dytë ose një personi tretë që ta lexojnë edhe të m'japi një vlerësim. Kur kam qenë në shkollë të lartë, kam preferuar që krijimet e mia t'ju besoj vlerësimin pedagogëve të mi. Tu kanë që tani nuk janë mundësit sepse jam shkëput, jam mundu, domethënë qoftë me shoqet më të ngushta, në këtë rast përmend prap zonjën Rekoni, me atë domethënë jam konsultu tepër, më shiko sepse një poet i vjetër e din më mirë se çfarë efekti jep poezia. Poezia nuk duhet të jetë një varg thjesht me fjali, poezia është një ndjenjë, edhe sa më shumë ndjenja ti lidhesh me lexuesin. Domethënë është pika kryesore. Artemisa më thej që ti ke përmendur një moshë 11 vjeç. Si kanë qenë ato krijimet e para tuaja, si ke dashur ti të shprehesh, si ke marrë lapsin, ke lënë paksa më janë lojrat dhe ke shkuar për të shkruar, dhe si ka vijuar kjo dashuri për gjatë gjithë kohëve? Atëherë shumë e vërtet, më thonë, gjithmonë jam më njënu unë me një blog shkrimesh. Krijimet e para kanë shumë të përzime.
kanë qenë vjersha që unë kisha dëshirë me marrë në pjesë një konkurs letrar ose një organizim të vogël, ose se në atë kohë kështu janë bë. Edhe prozat, krijimet e vogla, eset, mund të veçoj që në moshën 13 vjeç, kam qenë diku në klasë të 7, në 9 vjeçare, më pat lind një dëshirë për me bë, do ta quaj novel, por nuk është në nivelet e një novele. Unë kam arrit për me bë fletat modeste të fletoreve, me personazhet, me fjalë që do të thonë personazhet, dhe fatmirësisht në orën e fundit të mësimit, që e kishim domethënë orë të lirë, 2 herë në javë, kam arrit me konkretizu me disa shok dhe shoqe klaset. Kena vu në skenë, në thojza, në klasë, ku njëri ka bërë rolin e tij, tjetri rolin e tij, e kanë bërë bukur, po tjetë domethënë diçka më e realizuar do delte edhe më bukur, po ne ishim fëmijë. Unë rrisha gjithë kohës në një vend të kontrollu a është të shku çdo gjë siç duhet. Pra ka qenë një pasion, edhe sot e kujtoj tematiken, me qeshura, me domethënë një diçka që si kanë ndikuar mësuesit tuaj në formimin tënd letrar? Kanë pas ndikim shumë të madh te unë. Ndoshta një mësues të fillu nga shkolla 8 vjeçare, 9 vjeçare, të vazhdu të gjimnazit dhe të e larta, arrin që të njofi, arrin që të shoh, domethënë se sa prirje ti ke. Unë mend që në fillim, domethënë kur realizosha këtë që folëm më përpara, kisha mbështetjen e mësuesve. Edhe i shikoja se i njekte ajo dëshira partë nisa që do të na sjellësh rrallën tjetër, edhe për me vazhdu me gjimnazin, me mësuesen e letërsisë, kam mbështetje jashtëzakonisht. Si quhet mësuesja jote? Është zonja Ardita Vasia, është e mrekullueshme, unë e maj mend domethënë në atë kohë, përveç se kam pas pasion krijimtarin, letërsin, ajo ka qenë një shtys, një person që pritte gjithmonë nga unë edhe thotë që unë s'du mu zhgënjy nga ti. Ky pasion vazhdoi edhe në shkollë të lartë, ku normalisht edhe aty pedagogët, zotëria e zonjat në Rume më kanë mbështet, më kanë përkrah, sidomos pjesa e letërsisë, ajo është kryesorja. Pra ka qenë shkollë, diçka që Artemisen e kanë mbështet edhe e kanë dhënë forcë që mos më ndal shkrimin. Dhe erdhe deri në këtë libër, të cilën e promovove në Prishtinë. Pse ke zgjedhur Prishtinën? Atëherë Prishtina është pjesë e jona. Sigurisht unë më përpara nuk e kisha vizitu Prishtinën, edhe ishte një privilegj që shtëpia botuese, domethënë, organizoi për mua një promovim. Të pas parasysh edhe situatën ku jena prej Covidit, çdo gjë do të me distancim, pak njerëz, me kushte të caktume, dhe ato preferon që të ma bajnë këtë dhuratë për me dhënë një peshë, për me dhënë një njoftje librit tem të parë. Edhe i falenderoj jashtëmaset, sepse në këto kohë ishte me të vërtetë e vështirë për me arrit me bë diçka të tillë. Unë ja dola, falëndims edhe tyne, edhe gjithçka shkoi mirë. Si je pritur tek ata që e kanë botuar, lexuar, në një farë mënyrë në këto rrethe letrare ku ti je paraqitur? Po, atëherë pritja ishte e mirë. Kishte persona, domethënë, që ishin pjesëtar të shtëpisë botuese, normalisht persona që kanë një jetë që merren me librin dhe me faqet e librit, ishin vu komplet në dieni për krijimet e mia, kishin arrit me krijuat figurën e Artemisës, edhe gjithashtu kishte edhe poet të ftuar, edhe këtë e vlerësoj jashtëmase se një poet të më lexojnë mua, që ky është hapi i parë jemi, ishte një privilegj. E kanë prit mirë, kam prit domethënë kritikat e tyne, vlerësimet e tyne që më kanë bërë jashtëzakonisht mirë. Më kanë thënë që Artemisa mos të ndal, sepse është një rrugë e bukur, edhe je në rrugën e duhur. Nuk besoj të ketë vlerësim më të madh, domethënë. Ndjehesh mjaft mirë me sa shoh. Libri
është i shkruar në dy të formet, në gjuhën letrare, në normën letrare dhe në gegnisht. Pse ke zgjedhur pikërisht këto të dy mundësi për të shprehur? Po, nëse unë do të ndalem domethënë për me shpjegu këtë pjesën, kam parasysh dy sferat ndryshme totalisht. Krijimet e parë, domethënë e pjesës parë të librit janë edhe krijimet më të hershme. Krijimet e hershme përgjithsisht i kam shkruar në gjuhë letrare, në të folmen letrare. Edhe pjesa tjetër e dialektit ka kanë edhe një këshill e miqve të mi, që Artemisa ti një vajzë shkudrane. Ti më tepër se duhet promovosh dialektin tanë përderisa ti shkruan, mundojo dhe shife. E kam marrë atë këshill, e kam vënë zbatim, është pëlqy te i maset. Sa ka ardhur tani koha që unë merrem për me kriju diçka, kur e kam atë momentin krijues, më vjen në dialekt, në të folmen tonë, domethënë shkudrane. Edhe besoj se kjo është ma lehtësisht e ka përsyeshme te lexuesi, ma shpirtnisht e perceptueshme. Ndërkohë që ti pak më herët përmende një dritare që e ke shprehur edhe tek sirtari i kujtimeve, ku shpesh uleshe më derdhje frymëzimin tim tënd, ndërkohë që ai blok i shënimeve ishte gjithmonë brenda teje dhe me ty, kudo që të ndodheshe. Atë ulemi paksa së bashku në momentin tënd të krijimit. Si është ai krijim? Është akumulimi i brendshëm i disa kohëve rreth një teme, rreth një situate, apo është gati spontan, shpërthimi i njëhershëm që ti je në një gjendje të veçantë dhe vetëm shkruan? Po, atëherë është pika e dytë përgjithsisht. Pra është një krijim spontan dhe është një moment. Nuk mund ta la domethënë ti të akumulim, sepse nuk arrin që të akumulohet diçka, unë direkt e shkruaj Merita, edhe kjo është domethënë diçka që ka raste ku nuk e kuptoj se si vjen. Vetëm në një dëshirë ose një nevojë që unë ta hedh në letër atë që po më kalon në mendje. Edhe kështu realizohet domethënë shkrimi. Edhe ndërkohë që ti shfleton këto poezi të këtij libri, natyrisht të vinë në mend edhe momentet e veçanta, ditët kur ti ke shkruar, gjendjen në të cilën je ndodhur apo jo? Po. Është totalisht e vërtet. Kur kthehem mbrapa tani të i lexu, është sensacion tjetër. Ka raste kur unë them e kam shkruar këtë, ka raste kur unë e kujtoj mirëfill atë ndjenjë ose atë ndikim që kam pas te kjo poezi. Janë domethënë goxha të forta. Kujtoj një rast të veçantë kur atë ditë kur unë mora librin, nga emocionet domethënë deri në momentin që isha kthyer në Shkodër, nuk e kisha hap Merita. Përveç pjesës kur ndava një poezi tek shtëpia botuese që u desh ta lexoja. Kam marrë në shtëpi, si çdo njeri do të bante, do të pushonte, ku diun do të merr me diçka tjetër, jam ul në vete dhe kam hap librin, kam thënë tash ti jemi, unë do të mësohem me ty, do të njihena. Edhe ishte domethënë një mjësi e papërshkrueshme të lexosh librin tan, të prekësh tanat e kujtime, përgjat tanat e shkrimeve dhe të kuptosh se aty jeti janë tujat. Ndërkohë që kur lexon librin, përveç se mesazheve njerëzore, ndjesive të veçanta që përshkruhen, shpesh ndjen nevojën të thuash se ky libër është edhe një dialog i brendshëm me veten, me të tjerët, por edhe një refleksion ndaj mjaft gjendjeve në të cilën ti ndodhesh. Unë dëshiroj ti drejtohem një poezie që mu ka bërë mjaft për vete. Nan, tash jam rrit, të mungon vajza jote e vogël? Jam hala një ashtu, e ndi vedin fëmi, e du me shpreh një dëshirë. Edhe i herë, të ulem në prehën, apo mi lidh flokët me fjongon temet kuqe?
Ka bërë përshtypje, një ndjesi shumë e bukur, fëmijërore, që përshkon vitet, por që jeton aty brenda teje. Po, është një ndër poezitë që unë sa herë mund ta lexoj ose diskutohet, është e pashmangshme që të emocionohesh dhe unë aty e kam përshkruar shumë thjesht. Është një ngjarje reale. Unë kam qenë një vajzë e vogël që nana është kujdes gjithmonë për flokët e mia, ajo fjongoja e kuqe ka qenë ekzistente, dhe që kam dashur më shpreh aty, nevojën që sado ne të rritena, ne kena nevojë për mamën, domethënë për figurën më të rëndësishme të jetës, për mbështetjen morale, fizike, për personin që ti e din se do të jetë gjithmonë për ty. Një ndjesi shumë e bukur shpirtërore që të afron dhe ndërkohë është edhe një ndjesi mjaft që shpërndahet shumë bukur tek njerëzit. Është e vërtet. Jep një mesazh shumë njerëzor. Ndërkohë që mosha jote është e re, dikush thotë, pse Artemisa kërkon thellë në sirtarin e kujtimeve, ndërkohë që ajo prodhon vetë çdo ditë në moshën më vitale. Ja, për shembull, ndjesitë tuaja janë të shtuara, ti je nën, ke dhe një djalë të vogël, ndërkohë që frymëzimet janë të shumta. Ja, për shembull, ti ke kushtuar në hyrje të këtij libri edhe një poezi djalit tënd. Pasqyrë e shpirtit tim, sa vite jetë më shton tek të shoh. Je aty, me një zë të ëmbël më thret, me sytë e ëmbël më shikon. Të ndjek me sy. E këtë kam për ta bërë për herë. Ti stin mirësie, foleja e buzëqeshjes time. Lutem të të shoh të lumtur. Aq që mundem, aq dua. Lutem të mos më mungosh asnjëherë. Ty të kam në zemër që jeton në mua. Për ty jetë është edhe hapja e librit tem, jo pa arsye e kanë vendosur poezinë e parë, sepse fëmia është vërtet jeta. Ishte, domethënë, diçka që unë e kam thënë gjithmonë, edhe për djalin më shkruaj shpesh, pavarësisht se nuk janë shumë krijime aty, po ai bëhet shpesh burim frymëzimit, vetëm me një shikim që më jep, ose një buzëqeshje që më jep. E kam quajt jetë, sepse është me të vërtetë është jeta, domethënë është çdo kuptim jetësor, çdo kush që e provon, dhe uroj që çdo kush ta kalojë këtë ndjenjë, është domethënë një mrekulli në vete. Ke arritur, më duket, të jesh në një emërus të përbashkët edhe me mua personalisht, edhe unë e quaj djalin jetë, shpesh. Po, është definitivisht përbajnë, domethënë, çdo element kryesor të jetës tonë. Dhe kur poezia godet pikërisht tek ato ndjesi që ti përjeton dhe i shpërndan e të bëhen tuajat, edhe pse je lexues, kjo është besoj një arritje që të gëzon, apo ja? Patjetër. Unë e thash, ka momente kur nuk e besoj hala, domethënë kur e shikoj librin aty në dhomë, them, a e kam dalë apo jam në ëndër. Por që me të vërtet do të kem gjithmonë nevojë me mësu, Merita. Unë e njeh që njeriu, domethënë, është në hapat, kur është në hapat e parë, ka nevojë për shumë kritika, se ato kritika do të rrisin, domethënë në nivel shkrimesh flas. Por deri tani përgjithsisht jam e kënaqur sepse kam marrë disa përgjigje mrapsht pozitive, edhe prej personave që janë, domethënë, janë të vjetër në art. Nuk mund të ketë diçka më të bukur se kja për fillimet e mia. Pasi ke botuar librin tënd të parë, ke vazhduar përsëri në shkrimet tuaja, në poezi të tjera? Patjetër. Diçka që nuk mund ta ndali, është si ai uji që ke nevojë dhe pa të nuk mundesh, domethënë, me jetu. Krijimi është ashtu për mua. Ka momente kur frymëzimi vjen shumë vonë, edhe nuk du me shqetësu, domethënë, të tjerët, por që
për fat është telefoni, shkrimet, domethënë i vendosi aty, në blok prap, në kompjuter, domethënë shkrimet vazhdojnë. Në përditshmërinë tënde ti je nën, bashkëshorte, por je dhe punonjëse në një sektor tjetër, ndërkohë që poezia rri aty bashkë me ty. Si balancon pikërisht këto anë të angazhimit tënd? Atëherë, përgjithsisht mundohem, domethënë, sepse impenjimet shpesh herë detyrojnë që krijimet jo t'i lesh një anë, sepse më thash, më përfitoj, mund të marr telefonin e shkruaj. Është ideja mos me humba të thelbin, Merita, sepse kush shkruan arrin të më kuptojë shumë mirë. Domethënë thelbi i diçka që ti mundohesh me shpreh, nuk duhet humbet se nuk arrin me gjetë më. Puna ka rëndësinë e vet, djali rëndësinë e vet, domethënë familja, shoqënia, kushdo. Mundohem i dhënë vendin e vet gjithkujt, që mos me lanë, domethënë një anë keq, një anë mirë. Por që shkrimet nuk mund t'i braktisi, sepse janë unë, janë me mu të ankohen edhe... Mendon se pas këtij libri do të vinë përsëri botime të tjera? Të ka dhënë një impuls të brendshëm që ti do të shkruash përsëri libra? Realisht e kam domethënë në mendje që unë ta vazhdoj librin, sepse ne që kam shumë ide, akoma mendo me shpalos aty taj libër, nuk du për me e caktu, domethënë një diçka, një vendim të marrun, por që ajo si unë mendoj është se dhe përmbledhja e dytë do t'jetë prap me poezi. Pastaj në plane pak ndoshta më të largëta është një roman, cilin unë aktualisht jam të e punu edhe normalisht ai ka ma pesh, ka ma kohë, edhe shpresoj që të realizoj, domethënë. Ndoshta jo tani shpejt, por që punoj pjesërisht edhe me ta. Ka ma rëndësi. Në çfarë tematike? Atëherë, tematikën për romanin e kam shumë të vështirë për me e përgjithësu. Unë mund të them vetëm që jam nalë të jeta një vajze, kam nisë sigurisht me veten, edhe me çdo vajzë tjetër të mundshme, ku gjithë secila pak nga pak kam arrit për me gjetë veten, me njoft veten, sepse tek e fundit du që ai roman t'jetë realiteti. T'jetë domethënë diçka e jetume, diçka ku bazohet në të vërtetë. Edhe te njeriu që preferon ta lexojë mrapa, të thoj po, unë du me lexu diçka të vërtetë edhe një histori ndoshta që është ndërkohë si zgjerohet tematika në krijimtarinë tënde, Artemis? Nëse flasim për poezit, janë shumë të ndryshme dhe shumë larg njëna tjetrës. Nisena ndoshta edhe te humori i ditës ose ajo që quhet mood. Ka raste kur je, domethënë, ndoshta shumë mirë, të frymëzon një bukuri jashtë, një natyrë. Flas pjesën e përgjithshme të krijimtarisë, të frymëzon edhe një ditë me shi. Ndoshta, domethënë, lidhet edhe me gjendjen shpirtërore, një mërzi ose një lumturi. Domethënë, janë skaje të largëta, Merita, por që unë mundohem për me afru sado pak. Edhe përgjithsisht poezitë e mia kanë atë pjesën kur fillon e i lexon thu Artemisa po duket shumë pesimiste në këtë krijim, por që gjithmonë diçka në fund ndryshon. Do të ketë një rreze, do të ketë një të mirë, domethënë që gjithmonë e mund atë mërzin. Ky është mesazh. Në fakt, si poete, çfarë mesazhesh dëshiron të japësh lexuesve? Po, atë që nisem gjithmonë nga vetja dhe them, çdo vështirësi në jetë, se unë e shprehi me shkrim ndoshta, dikush tjetër nuk e shpreh me shkrim dhe e man për mrena. Gjithmonë është e mira me besu në rrallë part e vetja, edhe me besu në ata ditë të mira që do të vinë. Jo pa qëllim, thash, poezitë e mia përmbajnë atë mesazhin ku sido që ti t'jesh, të ketë kaplu një mërzi, të ketë kaplu një trishtim, një humbje, gjithmonë vinë ditë të mira. Edhe të mundohen, të flasin, të shprehen, sepse kjo shprehje, kështu, më beso, të ndihmon shumë, të jep forcë.
Ashtu si që ky sirtar I kujtimeve në këtë libër, të josh që me kopertinën edhe më pas të shfletosh një nga një poezit e këtij libri që jep mesazhe të bukura jete. Artemis, të falenderoj shumë që ishe sot në mëngjesin ton shkodran. Të uroj hapa të vazhdueshëm në krijimtarinë tënde, libra dhe krijimtari të vazhdueshme, të pëlqyer, të vlerësuar dhe ti të shprehësh dhe të kaptosh botën tënde të madhe shpirtërore duke e derdhur në krijimtarinë tënde. Shumë faleminderit. Është domethënë privilegji jemi për me kanë kjo intervista e parë. Edhe realisht do të mahet mend, do të jetë diçka shumë më rëndësi për mua, edhe me kanë domethënë për krah jush, që unë ju kam njek shumë shpesh edhe jam një shumë e lirë sot, pavarësisht se nuk mund të them që s'kisha emocione, por që ju e bani bisedën shumë të lirë. Është shumë kënaqësi për mua. Kjo është një shtysë imja, por edhe një dëshirë shumë e madhe që t'i jap mundësi të gjithë atyre që startojnë dhe që nisin pastaj një vrap. Unë të pres përsëri në krijimet tuaja këtu në këtë studio, ku do të jetë gjithmonë mikpritse për ty dhe për të gjithë ata që kanë produkte të tilla. Prestojmë shpejt, sjellim diçka tjetër edhe të ndollen në këtë tavolinë prapë. Të falenderoj shumë që do vish përsëri, natyrisht pas një tjetër botimi, pas një tjetër produkti cilësor, po kaq sa sirtari. Shumë faleminderit për zemërsisht. Suksese pafund dhe të falenderoj që ishe sot këtu në Mirëmëngjes Shkodër. Faleminderit.